Eksperimenti i Ibn Sinës, qingjat dhe ujku. Ibn Sina, një mendimtar dhe mjek i njohur i mesjetës, bëri një eksperiment për të studiuar ndikimin e mjedisit dhe stresit në zhvillimin e kafshëve. Ai mori 2 qingja të njëjtë, vendosi secili në kafazin e vet. Të dy u ushqyen me të njëjtin ushqim, por ndodhi diçka interesante. Njërin e vendosi pranë kafazit të ujkut, ndërsa tjetrin më larg. Çfarë ndodhi me qingjin që shihte ujkun? Qingji që shihte ujkun gjatë gjithë kohës filloi të mos e hante ushqimin nga frika. Stresi dhe trishtimi e bën atë të dobësoj dhe për pak kohë ai ngordhi. Edhe pse ujku nuk mund t'i bënte asgjë. Në anën tjetër, qingji tjetër që nuk ishte i ekspozuar me ujkun, hante me kënaqësi, rritej dhe zhvilloi. Me këtë eksperiment Ibn Sina dëshmoi se trishtimi, stresi dhe frika mund të kenë pasojë të rënda në zhvillimin e një individi, ndonse ai qingj nuk ishte fizikisht i rrezikuar, frika që përjetoi shkaktoi fundin e tij.